Mu paragjikujna paragjikuar gjithçysh, sidomos unë si femën jam paragjikuar çka do që kom fol, çka do që kom vesh, çka do që kom bo. Sot atë pengon me ndërtu një marrëdhënie me dikon, për shembull me thonë Ina nuk më pëlqen fakti që ki kërku... Ki qenë emision. Ki kërku të dashur për balë kamerës. Unë s'kom shku bashkë me lyp të dashur, se s'kam nevoj me lyp të dashur. Po formati ka qenë Po formati e kona ashtu edhe tash... A të pengon në lidhe që ti dëshiron mi ndërtu? Për veti mu jo, partnerit, dikush... Se përdu me ditë këtu a jemi tradicional apo modern? Jo, dikujt i pengon me të kalzu drejt diqysh kur dojnë me të njoft, pajtohen. Tani masa ne ja fillojnë paragjykimet. Jo, së më ka pëlqy që je konë qatë emision, po ti më ke njoft mu para se më paraqit. Pse tash po më paragjykon? Adin jonë paragjykimet shumë palidhjes, se kuptaj pse. Paragjykona pse hin TikTok, po në po hin TikTok se e kom përfitimin tema, po kuptan. Gjithçysh dyqysh spedi, shumë gjitha anë po mendojnë që paragjykime. Çka ju kishte thonë gjitha atyre njerëzve që paragjykojnë ndaj tyre? Unë s'kisha thonë me paragjiku kërkan, se për me na paragjiku është vetëm Zoti, edhe na kena drejt me bo jetën qysh dojmë na. Jo qysh dojnë tjerë, se më nisë me ngu njerëz kur qysh nuk janë të pajtimit me neve, qka do që banë të njetë. Shtu që s'kisha thonë me paragjiku se s'kanë drejt. Jetën qysh dojnë edhe qka dojnë me arritë. Pa keq kuptime, dhe me thonë, pa keq kuptime, po vete tha që ju më shku me një format ku është për me gjithë dikën personi, fatin e jetës për shembull, po tha unë nuk ju më konë interesun me gjithë, veç ju më shku se formati është konë qasi loj. Dhe me thonë, kjo është pak kur e qetë vetën pak në shenjë që thoi që mandi mu paragjiku edhe me full njerës ose diçka, pak e shkuptime, o për shembull... Po një kom për 7 emisionit, se o konë emisioni që asilojt, edhe normal që unë duna mjë për 7. Shumica konkurentëve gjithë e din që shkojnë për me kriju famën në ekran. Nuk është që shkojnë me gjithë dashurinë e vërtet. Veç o një farmësiti modern. E bën emisionin për shembull, se emisioni du me qenë real. Nëse dënë për një me gjithë fotin e jetës... Nuk mundet me ditaj që organizon për shkuat të vërtet. S'muj me gjyku formatin, ndodh, se ka ndodh ka shku krejt me skenar dhe më fund të ka gjithë fotin e jetës. Ka thy krejt skenaret. O Paul, me që jemi këtu, burri tradicional në gjykimin e përgjithshëm është pa filera, pa botoksa, i bin flok, i bin edhe kaq, është tendencë e modernitetit me mbjell flok, për shembull. Qëre, përderi sa ti për shembull të aspekti flokëve, po flas... Të aspekte tjera fola për veti. Rregull, i marrin prej pjesës mrapa i qesin për para. Dhe me thënë një pjesë trupit tanë ti po e vendos këtu. Nuk ka bo ndryshem, kështu ka qenë. Pjesa e mbushjes ftyrës ose këto gjana është bindje se cilit mund është me mbush këtë ftyrën, po mu kanë shumë burr